vetëm do të vjetë. Dhe pra, të tërë ato miliarda, të cilat u denoncuan gjërësisht edhe nga ish zëvend kryeministri Ahmetaj, të investuar si duhet, në mënyrë korrekte, të pavjedhura, sigurisht mund të garantonin në mënyrë shumë një situatë që do të kalonte shumë qetë dhe pothuajse me minimumit të dëmeve të mundshme, duke pas dhe mundësi dëm shpërbimi për to. Por kur vjen deri 14 miliardë euro. 14 miliardë euro në një popull të varfër si ky, llogarisni vetë se çfarë katastrofe ndodh. Pra, kemi një kryeministër podcasti. E pyesim për Shqipërinë, flet për Stambollin. Po Stambollin bëjmë një pyetje. Me që fletë se ky është kaq i pacip, sa që bësh çdo krahasimi. Një qytet me 16-17 milion banor? Ë? Është Stambolli? Po gjithë Shqipëria sa është? Sa është? E ka siguruar ky infrastrukturën që Stambolli ka? Urbanet, furnizimit me ujë të pishëm 24 orë, etj. Kur vjen puna për një përmbytje, mund të shkojë gjë në një përmbytje edhe në Bangladesh apo në Sri Lanka apo ku diun në Filipine mund të gjej, ama të përgjigjet punëve jo. Vlla, është shumë e thjeshtë kjo punë. Çdo shqiptar që po na ndjek tani, ju ndjek juve, duhet të di që kryeministri nuk e ka atje në terren, ku i ke emergjencë që akoma njerëzit janë në ujë, po e kanë te zyra, ngrohtë, ka vënë mikrofonin përpara dhe tall me nderë me shqiptarët e tregon prralla me podcast. Vasili, pra, çdo iluzion me këtë qeveri, këtë kryeminist, kush ka, e ka hall për kokën e tij, po gjë s'ka për të gjithë. Vasili, 5 ditë ka patur rreshje dhe përmbytje në vendin tonë, bllokime, rrëshqitje dherash, por kryeministri nisi ditën e parë me një status kur ironizohte në fakt qytetarët thonte që opozita nuk po më fajson mua edhe për përmbytjet në Itali, në Kroaci e tjerë. Më pas i fajsoi qytetarët për bidonat që kishin hedhur në për Lumej. Për 2 ditësh është duke u zënë në Facebook me Blendi Fevziun. Mund të themi në fakt që Zoti Rama pra vetëm për këto po me nuk flet as për tunelin e Llogaras që po rrjedhoi, as për hidrovorët që nuk janë ndezur në asnjë vend të Shqipërisë, as për Velierën 10 milionë euro të cilat u përmbyt u kthye kaluar Venecian, mbasi gjen vend për të bërë kuvend ose shesh për të bërë për shesh, se Jo, problemi që ndron këtu. Të gjithë pa përjashtim, i madh i vogël. Asnjë sot në Shqipëri. Se ka dhe nga ata që kanë dalë kanë thënë që janë gabime Sali Berishës to, se dikush kishte vendosur tubin 2009-ën. Jo, janë të ilirëve, nuk janë Sali Berishës. Edhe të ilirët nuk janë bërë mirë rrugët. Ne kanë lënë 4000 vjet përpara ne kishin bërë keq. Lëri por këta hajvan thot rrugën që ka bërë thot Berisha 16 vjet përpara nuk ta çdoi. Rrugat e këtyre 2 ditë pas inaugurimit u shëmbën. Ato qafploçën, rrugën qafploçën e bën këta. Ku është qafploçën? 260 milionë euro. Më fal, po këtë tunel në Llogaras. E kush e bëri? Bën këta që po pikon. Po pse spikojnë ato? Pse s'kan shëmbje të gjitha rrugët që tunelet që u bë me që duan të krahasohen me Sali Berishën. Po mirë më këta kanë 28 vjet. A 27, ai 30, ku diun sa kanë që kanë vlorë. Pse se rregulluan ujin e pishëm? Po thot ato tubin që na bëri 16 vjet përpara se pas ka bërë mirë do ti ke 13 vjet pushtet në qeveri, ke 28 vjet në atje. Po Durrës sa kanë? Kanë 25 vjet në pushtet. Po këto po, ore, këto lloj palaçov që këto duhet refuzuar me turp. Të kushdo njeri i medias që merr dhe i komenton vetëm ul dhe poshtron veten e tij. E kupton, dalin deputet hajvan atje. E thot këtë rrugë sikur se bëri dakord diçka të vogël, 19 vjet përpara Saliu se bëri mirë atë, po ti ore, që ke 13 vjet që vjet. Po ai tuneli që është me gjithë ato rrezik të lartë, ka rreziqet më të larta ka pas gjithmonë Llogaraja. Pse sot ai tuneli kemi bërë vetë që neve Saliu që të rrjedh. Ky Edi Rama kemi bërë vetë që të rrjedh ujë. Po ajo rrugë e arbrit e pas që ndokua. Po këto e pat që u bë ajo Beliera atje u bë pishin atje. Duke rënë edhe dera historike ballë po ti lëm këto. Dhe tani vim tek çështja që u tha. Bëhet fjalë pra vetëm në një denoncim që ish zëvend kryeministri Ahmetaj bëri për 14 miliard euro. Dëgjuat që ja me që është Durrësi atje, në Durrës, në zonën e Durrësit atje,
ndërtuar gjasë me një qytet fantazm, që s'ekziston, nuk ekziston, ku vidhen edhe ikin miliona që nuk i paguajnë shtetin. E pata të Duran që tha, po pastaj, e dëgjuat atë rrugën, po manga sharp,